Dje gjatë emisionit Opinion pati një moment tensioni ose po quaj një incident, nëse mund përdor këtë fjalë, midis dy panelistëve të cilët kanë qenë prezent në emisionin Opinion tashmë prej thuajse 20 vitesh. Berat Buzhalës dhe Albatros Rexhajt. Të dy shqiptarë të Kosovës, të dy njohës shumë të mirë Shqipërisë, të dy prezent në Shqipëri dhe në Kosovë, pothuajse gjithmonë. Natyrisht që incidenti ishte në rrethana krejtësisht të shmangshme, pra nuk kishte një incident që nuk mund shmange, ishte një incident që nuk kishte në një thelb madh vetvete, por që ndodhi. Unë do doja të thoja dy fjalë për këtë incident dhe ndaja në tre po i quaj shtylla kryesore. E para njerë incidenti erdhi në një moment të një emisioni në të cilin flitej për vendimin e prokurorisë ose kërkesën e prokurorisë ndaj gjykatës posaçme për dënimin e 4 drejtuesve të lartë të ushtrisë shqiptare të Kosovës me nga 45 vjet burg secili. Jo për përgjegjësi personale, jo sepse ata ju është vërtetuar në krim, por sepse sipas prokurorisë UÇK-ja ka bërë krime dhe meqense këta kanë qenë kupola drejtuese UÇK-s, nuk i kanë parandaluar dot krime dhe për këtë mund dënohen me 45 vjet burg secili, që do thotë ndryshe burgimi i përjetshëm ose gati dënim me vdekje, duke pasur parasysh moshën e tyre. Pra kërkesa e prokurorisë sepse gjykata do vendosi. Nuk ishte vendi që në këtë moment që po diskutoj, kaq të rëndësishëm për Kosovën dhe kaq të rëndësishëm edhe për historinë e Shqipërisë, për vlerësimin e historisë së Shqipërisë, të shkonim në një incident tillë. Incidenti ishte banal sepse lindi në fakt për çështjen e politikës aktuale. Berat Buzhala keq kuptoi një përdorim të një sinkronit të Albin Kurtit 2015 në parlament që unë kisha vendosur. Albatros Rexhaj i reagoi, midis tyre pati një tension, Berat Buzhala u ngrit nga karrige bashku me gotën me shishen e ujit dhe u afrua drejt Albatros Rexhajt. E para njerë dua të sqaroj tre gjëra. Një, midis të dyve, pavarësisht pamjes që duket nga po quaj kamera e përgjithshme, kamera e gjerë e emisionit Opinion, nuk pati prekje fizike, nuk pati ballafaqim fizik. Pra Berat Buzhala u afrua, një pjesë të ujit ai e derdhi në dysheme, gati sa rrëshqita unë isha duke rrëshqitur pikërisht prej ujit që ai derdhi. Ju afrua Albatros Rexhaj, Albatros e thjesht shmangu kokën edhe nuk pati, as nuk u lag. Kështu që ky ishte momenti i incidentit. Së më pas kam parë rrjetet sociale, kam parë dhe mediat online dhe Albatrosi reagoi brenda emisionit duke deklaruar që ishte keq kuptuar, duke thënë që është goditje, ajo nuk ishte goditje, po ishte goditje, mund të ishte më ndryshe. Dhe këtë gjë ju ka thënë vetë Albatros Rexhaj, nuk kam pse ta them unë. E dyta, incidenti ishte i shmangshëm, absolutisht i shmangshëm, por ishte një incident në të cilin edhe Berat Buzhala vetë kërkoi falje me njëherë pas incidentit, pra as 2-3 minuta mbrapa kur unë ja thash fjalën për të qetësuar situatën një personit të tretë, Berat Buzhala kërkoi falje për incidentin, kërkoi falje për sjelljen e tij, kërkoi falje për reagimin dhe tha nuk mund ta kontrolloj veten dhe ky është një gabim i madh. Madje deklaroi që duhet të rishoh pak prezencën time në rrjetet sociale për një kohë të caktuar. Të njëjtën gjë bëri Albatros Rexhaj, i cili në moment deklaroi që nuk kishte ndonjë problem, duhet ta kalonte këtë situatë dhe nuk kishte ndodhur dhunë fizike në kuptimin fizik e prekjes fizike. Njëkohësisht në pushim, të dy, edhe Albatros Rexhaj, edhe Berat Buzhala u çuan, biseduan me njëri tjetrin, sqaruan problemet dhe përdorën një fjalë që unë nuk e njeh janë shqiptarët e Kosovës, trus, një gjë tillë, biles po pyesja çfarë është. I dhanë dorën njëri tjetrit, i kërkuan falje reciproke njëri tjetrit për te kalimin e masës së gjës, madje kërkuan që t'ishte edhe një video që të publikojnë korale, duke u futur emisionin kam publikuar dhe videon, që të tregoj që gjithçka kishte shkuar qetë në pushim për të mos pasur shqetësime nga familjarë, të afërt edhe të tjerë. U pajtuan tani, po këto i ka emisioni, do ju vë sherrin përpara të shihni tani. Ky është pushim. Unë s'maj disiplinë, ju si majti dot se s'po them në llafi të bajun, ju pajtuan. Flitej për publikun se publiku e pa. Pra video është publikuar, është virale, është publikuar në profilin tim në Instagram, profilin tim në TikTok, profilin tim në Facebook, është publikuar në televizionin Klan, në webin e Opinionit, në faqen e Opinionit në Instagram, pra është prezent kudo. Kështu që nga kjo anë nuk ka ndonjë gjë.
E dyta, duhet kemi parasysh që në emisionet tilla ka shpeshherë tension. Kur jeni në një studio nuk është kaq e thjeshtë. Kur jeni në një studio dhe sidomos kur tema është e tensionuar, kur ti ke edhe një siklet në raport me personin që ke përballë, çdo fjalë e tij, çdo nënkuptim, çdo qeshje, çdo nënqeshje shpeshherë interpretohet në mënyrë të ndryshme, jo në mënyrën më të thjeshtë gjërave. Sinjalet që merr truri shpeshherë janë të çuditshme dhe të çojnë në reagime që janë jo reagimet e duhura. Nuk është kaq e thjeshtë menaxhosh tensionin dhe stresin e një studio televiziv. Unë kam qenë vetë protagonist i një incidenti cilin nuk do mi dhe mirë ta përmendja në vitin 2013, në maj besoj të vitit 2013, ku në një debat mes dy të ndjerëve, Sokol Oldashi dhe Artan Lame, mu desh të vija rregull me një ulërim të gjatë që ka zgjatur me minuta, pusho ndaj Artan Lames, i cili së dy ishin duke ndërprer njëri tjetrin. Tani ky incident ka ndodhur ndaj njërit prej miqve më të mirë të mi të këtyre 40 vjetëve, të paktën deri ditën që ai ndroi jetë në maj të vitit të kaluar, dhe ndaj një personi tjetër në cilin në një qëm fëmijëri dhe kishim dhe miqësi të hershme familjare të prindërve tanë, siç ishte Sokol Oldashi. Pra nuk ka të bëj, nuk është tensioni, nuk krijohet vetëm mes njerëzve që kanë mendime të ndryshme, që nuk e honepsin dot njëri tjetrin, që kanë rreshtime të ndryshme ideologjike apo partijake. Incidenti ndodhet edhe me njerëz si ti ke miq të afërt, tash Artan Lame ka qenë një nga miqtë e mi më të afërt dhe në një moment caktuar unë nuk e kontrollova dot veten, fillova duke bërtitur. Është e pamshëm, mund ta gjeni edhe në YouTube, unë vetë kam ripublikuar shumë herë atë moment. Pra, nga njëra anë, duhet kemi parasysh që tensioni në studio është i tillë dhe duhet mirë kuptuar. Ngjarje të tilla kanë ndodhur dhe herë tjera. Kanë ndodhur në studion time, kanë ndodhur në studio tjera, kanë ndodhur me protagonistë nga më të zakonshëm deri tek më të rëndësishmit. Domethënë, njerëz me influencë shumë të madhe kanë humbur një moment caktuar. Kujtoj Josefina Topalin në 2005 i tha Gramozruçit që Berisha duhet të jepte plumbin ballit atyre që u revoluan në 87 dhe ishte një moment 2 ditë para zgjedhjeve, pra nuk e di se sa, dhe me njerë PS e mori e bëri spot televiziv, pra në një farë mënyre tensionin studio është vështirë. Natyrisht që ishte mirë që Berati të përmbaj, bëri mirë Albatrosi që nuk pati një reagim tjetër se nuk do kishte sens. E treta dhe kryesorja është një gjë. Nëse ne nënvizojmë faktin që pati tension nuk përplasën e tjerë, duhet nënvizojmë akoma më shumë faktin që reagimi të dyve ishte absolutisht qytetar. Do me thënë, pak sekonda mbasi ai reagimi në momentit ra, Berati kërkoi falje për gjestin, kërkoi falje Albatrosit, i kërkoi falje shikuesve, më kërkoi falje mua si drejtues emisionit, duke sqaruar që e kishte tejkaluar të drejtën e tij, megjithëse ishte një tejkolim, po flasi një moment të caktuar. Albatros Rexhaj po ashtu tha që kjo nuk është një gjë e madhe, është një gjë që ndodh, edhe ai i kërkoi të gjithë mbështetësve të tij që edhe njerëzve që të mos ta bënin për të madhe. Dhe të dy u takuan. Fakti që ata u takuan, që bën një video, që i dhan dorë njëri tjetrit, që i kërkuan falje njëri tjetrit në proporcion me përgjegjësinë që kishin, është shumë më i rëndësishëm sa fakti një incidenti. Incidentet në studio mund ndodhin sepse adrenalina e debatit është diçka tjetër, kontrolli i nervave të debatit është diçka tjetër. Por gjesti i pajtimit tyre më pas ishte më i rëndësishëm se sa çdo gjë tjetër, dhe ishte pikërisht gjesti që tregonte qytetari.